Në një rrugicë të qetë, mes aromës së gjalpit të freskët dhe sherbetit të ngrohtë, qëndron një histori që nisi në një kuzhinë shtëpie në vitin 1995. Ishte gjyshja Hyri ajo që hodhi farën e parë të një tradite që sot mban emrin e saj. Fillimisht, baklavaja përgatitej për miqt, shoqet e koleget, një ëmbëlsi e bërë me dorë, me përkushtim dhe dashuri. Para 10 vitesh, bashkë me nipin e saj, familja vendosi ta kthente këtë pasion në biznes. Aja kishte fillu biznesin e saj, qysh 95 në shtëpi të bë baklava për miqt, për shoqet e saj, kolegët e saj. Mrapa hapi me nipin e vet, para 10 viteve, hapi një dyqan në Rrugë Gjan. Aty kishte emrin e pasticëri tradicionale, që bashin vetëm 4 produkte me dorë përditshme: tespigje, baklava, haxhi makulle dhe kadayif me kajmak. Mrapa pati sukses, po çdo gjë e bë me handmade, me dorë, si më thon, qysh. Në filloshin nadje, mrapa deri në 2 sati nuk ishte më kur gjë. Mrapa ne vendosme para 4 vjetëve, mas pandemisë, domethënë. Vendosme që njerëz fillojnë të reduktu sheqerin, nuk doshin mat kallepin tradicional të mallë baklavës. Edhe mendume me reformu baklaven, me bë nga kallepi më i mallë, me kopju në thojza atë modelin turk të vogël, edhe me ngjyra të ndryshme. Se njerëz do marrin sheqer për ditë, po ka pak, si më thon. Vendosme me vu edhe emrin e gjyshes, Hyrit, me që ishte që e mori e para, që e filloj. Me shumë mund, se ja pa thote, si me vu emrin të më aty, kishte shumë zorë, se më thonë. Por jam uq për mamen, dhe ja vu me Hyri baklava. Masën dhe kështu filloj, si më thonë, para 4 viteve, pa thone ishte emri Hyri baklava. Pavarësisht se ajo filloi para shumë viteve, etj. Hala ka njerëz sot klientë që thonë, "A është nana?" kërkojnë hala. Si më dorën e saj. Edhe pse Geri, si më thani, ishte ai që e mësoi dorë se dhe reformoi fije, i thotë, "Ja, më nën, bën e kështu." E kishte të lidhur me vetit Geri, bashorti im, e kishte të lidhur me vetit këtë lloj profesionit. Pavarësisht se mrapa e reformoi etj. Si më thani. Rruga nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Ka pasur ulje ngritje, madje edhe një shkëputje 1 vjeçare, kur familja u zhvendos në Spanjë. Por edhe në atë kohë, mesazhet në rrjetet sociale nuk mungonin. Kur po hapeni sërish, duam një porosi. Prej 3 muajsh, në ambientin e ri, klientela është rikthyer menjëherë, duke dëshmuar se besimi ndërtohet me vite. Sot, përveç baklavas, ofrohet një gamë gjërë, tortash dhe ëmbëlsirash të përgatitura nga fillimi deri në fund në laboratorin e tyre. Pa ngjyrues artificial, pa kompromise me cilësinë. Madje, ngjyrat që përdoren janë artizanale, nga panxhari, boronica apo mjedra. Normalisht ka pas uljet e ngritjet e veta, normale, por ne pat me një shputje për i vitit e gjysmë 2 viteve, shkume në Spanjë me bashortin tëm, dhe më thonë, ishim mendume u vendos atje, por ka pas momente që më shkrushin njerëz të ankuën në Instagram, se e kishin tapën ala faqen, ku jeni nuk jena të ditë me u gjetë, ma ban një porosi, pa fund mesazhe. Edhe kur erdhi djali im një, thamë, "Okej, do na më kthy tash se ka momenti." Edhe ka 2 muaj gjysmë gati 3 që kena hap këtu. Nuk mendova se kanë me na gjetë njerëz me na rigjet kaq shpejt, se se njerëz të mendojnë që zot kena punë se në rrugica, avash se më thonë, por qyshur zoti ka kanë shumë njerëz më si fillim. Pra janë rikthyer edhe klientë që kena pas, po edhe kanë ardhur shumë njerëz të ri që me na provu, pavarësisht në gjanave të reja që kena fute. Ne sot kena menduar që me fut përveç baklave që bëhet prej të aja të zhëja, bëhet me të lyne tradicionale si e kena bërë në shtëpi. Edhe një gamë tortash, 5-6 gjana, por ata janë prej të zara, prej të kremi pasticër pathona, gjë bëhet për ditë të laboratori jonë. Pra vetëm me produkte cilësore, vetë pa ngjyruesa, pa koloranta etj. Se na kanë ardhur më të hunsta të ngjyrat e sheqernat. Kanë filluar me dalë jashtë modet. Pra nëse ti të më harri kallep tortet, më mirë me kanë çdo gjë bio, çdo gjë se sheqer na kolorant, ne pa japim fëmijëve, nuk e dina se çfarë japim. Akullore, vetëm 4 shije akulloresh, vetëm 4 gjana s'man. Pra kena mundu me fut pak prej me pru pak prej Spanjët, pak prej Italijet, pak prej Francët, pak prej Ameriket me cinnamon rollsat që ka pas shumë sukses domethënë. Po jena tu mundu me fut ngjyruesa natyral, panxharin, blueberryn, këtë boronicën, mjedrën që mi lan ngjyruesa sa më
Edhe bio, po edhe me keni fije, trendi, po thonë. Jena tu mundu me fut edhe pak brënd, sepse këtu atu pas shumë të huj për ditë. Për ditë kam nga 4-5 të huj, tu menu që nuk është sezon të shi. Dhe dojnë me harë, në më ti në që se vjen në gjestu, nuk mundesh me harë një kaleptort, pra da me shumë me nëj gjam, me nëj tost, me nëj buk me avokado, e kështu edhe. Ne mundu me vu 4-5 gjanat në ryshme që të përshtatën për të tonë tipet e njerëzve. Ëmbëlsira më e mirë është torta me arra, pa miell, vetëm arra të bluara, krem pastiqerie dhe gjalp, e thjesht në përbërje, por më e shitura, ndërsa më sfiduesja mbetet Pink Velvet, një tort me disa procese përgatitjeje, ku keku realizohet me krem panxari dhe pure mjedrash, e mbuluar me çokovatë cilësore. Që kërkohet më shumë është për momentin, domethënë, janë këta cinnamon rollsat, janë on top, domethënë, nuk ka di që nuk shiten 2-3 tava, se fëmijët e dinë tanë që edhe kush e ka provu ju ka pëlqyer shumë. S'pa flas për baklava dhe këta se, dije që baklava tradicionale pistakjo janë on top gjithmonë, çdo edhe festa e tjerë, se e dinë se çfarë është, domethënë. Ndërsa nga pjesa e linja e re e tortave që kena bë, torta me arra është më e kërkuara. Ndoshta thamun e dinë se çfarë është, për shembull, tortë me arra është, nuk ka miell hiç. Pra, për të shtresat është shtresë vetëm miell, të blum, arrash, nuk ka vetëm kështu krem pastiqer, gjalp. Pra është krejt e thjeshtë, por është më e shituna. Ndërsa më e vështira mu bë, besoj është kja torta Pink Velvet e kena vu në emrin, se kekat bëhen nga brumi i panxarit, zim, vazhdon si më thanë, ka mbrënd pure mjedrash, edhe veshën me një çokoladë të shtrenjtë Valrhona, që është me shije lyre shtryllet. Pra, ka disa procese, prandaj duhet zi panxari, ba pure e tjerë. Kërkesat nuk mungojnë as nga Tirana e Durrësi, ku produkte dërgohen me post, apo brenda Shkodrës me shërbim delivery. Edhe pse transporti ndikon disi në freskinë e produktit, dëshira për shijen e hyri baklava mbetet e lartë. Synimi është i qartë, ruajtja e standardit dhe zgjerimi në qytete të tjera. Shumë kërkesa edhe për qyteteve të tjera, sidomos Tiranit e Durrësit, ne kena punu me post. Normalisht mund më thonë që baklava nuk vjen njësoj si kur e mërë vetin dore si vjen me post, se dje se që bëjnë postierat, por mendojmë që mu zgjeru më tej. Jeshtë të qyteteve, kur është periulla festave, ka porosi pa fund. Edhe pse mas me kenë prezent ma mirë në qytetin e tyne, po thonë në Tiranë ose në Durrës, që ti vjen e shef e prejkë produktin, se sa me porosi në Instagram. Hyri baklava nuk është thjesht një pastiqeri, është një histori familjare, një trashëgimi shijeje, një emër që vazhdon.